mirë, kemi mbritur në ndeshje dhe do të flasim për Mounjaro, Ozempic, Matrapik, Sidomos kjo e fundit është besoj me mira. Ku e di unë, do më thonë Dobësimi, si të bëni më të dobët, nami zid. Qa skandal. Po, dikur njerëzit paguanin që të hanin, tani paguanin që të çfryen. Ca muhabete që si marrë vesh ason. Dhe kush është me ne? Super panel. Robert Rënza, faleminderit që jeni sot me ne, kënaqësi. Mirë se erdhe, po dhe hëngre virozë partesi. Shpresoj. Më pati është më shikë. Arta Sinaj, faleminderit që jeni bashkë me ne. Rutina Koromani ime preferuar, mike dashur e studios Bardazi, dhe rikthehet pas një mungese, jo shumë të gjatë, pas shumë të shkurtër, Luciano Bardi. Ai është një mjek alternativ që mua më pëlqen shumë, edhe do japi dhe ai në këndvështrimin e tij alternativ, besoj, unë. Ai do të jetë kundra fare një, ai është kundra vitaminave, jo të tjerave. Ai e dakord këtyre shpimeve ti ku bën këto? Në bark bëhet Mounjaro, Ozempiku ku bëhet? Ça qëndrimi, se ma kapi kamera që fikturën e Luciano se dhe njerë. Ja t'jam ju këtë. Ku ç'posh? Këtu ç'posh? Ku të gjeshët jam? Ku të jam mund të të O, zoti ma. Po, ju dhim se të vetja këtyre Luciano, thuja pak, lutem. Se dinë, qofë se më përket mua të flasa. Se doktori e ka bërë. Jam i vogël. Jam i vogël, thot Luciano. Patjetër që e kam bërë dhe jam pro, për shumë aspekte. Për efekte mjekësore, dhe me të efekte mjekësore. Kush është shkatruse? Po shkatruse, po ti po pi ujë nga kallçuku që të shkatron. Kallçuku, kjo është për qelqë dhe... Po hajde nëse nuk dihet me të shlajë brenda po ha. Se është lajthiza, nuk është kot. Qelqë mirë, qelqë filtruar. Po, është i filtruar. Është i larë me hipoklorit. I kuptojnë dëmët dhe aq më tepër kur flasin doktorët, unë nuk e di fare tani. Kur flet Rori unë e besoj, po kur flasin ca të tjerë pastaj. Do flasin të gjithë, të drejtë për të folur, në i dhanë të drejtën për të folë qënit, jo të tjerëve. Po prandaj pra dhe emisioni juaj quhet Bartezi. Po. Se duhet marrë të dy aspektet. Po, absolutisht. Patjetër. Atëherë, doni të flasim çikis nga pjesa e historiku të vogël të pjesës të GLP-1-shve. Mounjaro, atëherë, antagonisti kryesor. Mo më duk sikur më shave, thashun, hajde se. Në momentin që organizmi, dhe doktori mund të më korrigjojnë se jam gabun, në momentin që organizmi arrin dhe ndjen atë ngopjen nga ushqimi, arrin dhe prodhon një hormoni i cili quhet GLP-1. Apo jo? Po, ato i di sakta, ato i di kështu ai. Kështu që çfarë ndodh? Ai di dhe emrin shkencor të GLP-1-shit. Si e ka emrin shkencor? Peptidin 6-glukagonit. Të merr. I shkurt. Por mos ta bëni teori këtu se kuptojmë ne tani tutat. A duhet i përdori apo s'duhet i përdori një njeri që do të dobësohet? Pse duhet? Atë, një sekond. Jo çdo njeri duhet i përdori, por ke njerëz që kanë problematika të rënda që mund të jenë probleme hormonale. Ti s'ke asnjë problematik të rëndë, pse e përdore? Ku e di ti? Tani s'kam. Po hiç fare kur s'ke pas ndonjëherë. Kur? Domethënë i këshillohet një njeriu të shëndetshëm që të dobësohet se unë e di dëshirën e njeriu që do të bjerë kështu tap. Po kur obeziteti quhet patologji. Dakord. Atëre? Dakord. Me dyja duart. Po problemi është janë njerëz që janë fol Luciano të keqen motra, fol. Fol se s'dalan. Erion, shiko pak. Nuk e di dhe kolegët tu duhet më kuptojnë besoj. Të tre librat që unë kam bërë i kam fokusuar tek zorët. Sot gjithë Ozempikun do më thënë mund ta përdorin varësisht preferencës tyre. Por personalisht unë, nëse mund kisha një pacient personalisht, sepse çdo kush ka këndvështrimet dhe opinionet e tij. Po. Nuk e këshilloja. Atëherë çfarë është GLP-ja? U thash shumë bukur. Zorët janë një sistem ose një organ endokrin që sot në Shqipëri nuk thuhen ashtu. Zora prodhon mbi 30 peptide ose hormone që djegin i ndyrën. Pra sot thuhet vetëm deficiti kalorik, hiq atë hiq këtë. Po nëse tëmthi, mëlçia, zorët nuk funksionojnë siç duhet, jo një dietë bësh për 15-20 dieta nuk do psosh dot. E rëndësishme është pjesa e tretjes, gjumi, aktiviteti fizik. Pra se si menaxhon ti këto procese. Po këto mund t'i bësh me gjilpër? Po pra po, e thash, personalisht... Jo, do me thënë, a ka në një për shumë, unë do kisha paguar sa paratë që të kisha bërë stërvitje me një gjilpër. Njerëzit ka shumë njerëz që dëshpërimisht duan të bie në peshë. Jo, duan shumë me bukon, si që duan ndryshimet dhe doktori e di. Nuk arrin dot. Më fal, ka dhe një problem shumë të madh që jetojmë në epokën e rrjeteve sociale dhe ne shohim kudo persona të cilët janë dobësuar. Ky është rrjeti social, doktor? Që të bie fytyra edhe... Jo të gjithë pacientëve ju ndodh kjo. Pacientët që abuzojnë me GLP-1 ju ndodh kjo gjëja. Sepse... Ti mos ka rënë fytyra? Po patjetër që i bie fytyra. Po fytyra ime pse nuk ka rënë përderisa unë kam përdorur? Po ti ditë mbash se ti mban gjithë Tiranës, ditë mbash fytyrën tënde tani. Po nuk ka rënë. Po thua ti ka tani. Ore shiko si bie. Dhe unë i dalloj ata që përdorin Mounjaro, që sa i shikoj në fytyrë. Apo jo? Po, bie fetpedje. T'ju them një fakt interesant. Po. Sot ka studime me PubMed për një acid ynëror me zinxhir të shkurtër, quhet butirat. Po? Butirati është shumë i rëndësishëm pa sa kreatina. Pse sot thuhet vetëm për kreatinë dhe nuk thuhet për butiratin?
Butirati është një acid yndyror që e sintetizon zore trash. Shtrenjtë, thotë... Si suplement nuk është i shtrenjtë dhe zakonisht butirati ndodhet në zorën e trash. Butirati që bën që të çlirohet GLP natyrale nga zora e hollë. Pra, Ozempiku çfarë bën? Imiton funksionin e Ozempi. Imiton këtë hormon që mund të merret. Ndërsa butirati bën që të sintetizohet vetë në mënyrë natyrale. Edhe atë 80% e prodhon zora e trash. Është një acid yndyror që stimulohet. Po, e prodhojnë, mjafton që të rregullohet metoda e ushqyerjes. Pra e tham pak më parë, një person që bën gjumë të pakët nuk mund të dobësojë dot, sepse nuk i funksionon siç duhet glukoneogeneza. Ne kemi dy procese, anabolike e katabolike. Anabolike do të thotë që vetëm kemi prodhim të energjisë, ndërsa katabolike duhet ta shkatrojmë të energji. Dhe nuk duhet përdorim vetëm sheqer, trupi jon nuk përdor vetëm glukozë, por përdor dhe derivate ose prekursor jo glucidik, aminoacide yndyrna të shëndetshme. Fjala vjen, një person që mund të bëj fasting, që konsumon yndyrna dhe proteina të shëndetshme, arrin që të ketë një GLP më të shëndetshme. Pra nuk është vetëm sheqeri. Ka që automatike është kjo? Ti e thua si kur është një gjë që e ngre dhe e ullë. Është problemi që po t'ishte kështu të tërë njerëzit, i fusnin një nga makarona ani spinaq edhe mbaronin punë. Nuk është kështu. Çështja është që Ozempic e Mounjaro janë krijuar këtë për problematika mjekësore. Mund ta dikush këtë me ana profesionale? Pra këto nuk janë krijuar. Nuk janë krijuar, kanë efekte anësore. Efekte estetike, bukurie, dobësimi. Këto janë krijuar për problematika mjekësore të diabetit. Okej? Por është parë që teksa përdoren, këto rregullokan ulkan pak ato oreksin dhe ndërkokan ke kilogramët. Këto, pra, nuk është problem pjesa se, pjesa e të qenurit të dobët, sigurisht që ka benefite shëndetësore, eliminim shtëmundje, këto. Po, kur kjo kthehet mbi normë, pra bëhet një obsesion e shoqërisë, atëre flitet për një problematikë që krijohet në shoqëri, një lloj obsesioni, një lloj kulture shoqërore, e cila është shumë larg dietës apo mirëmbajtjes apo estetikës, por shkon drejt një kulture të droguar, të shoqëri që kërkon të drogohet me obsesionin vetëm ke imazhi. Në vend që të tërbëni për imazhin e rregulloni zorrën. Po si mund të nisesh ti nga lajme Instagrami dhe Facebooku tani t'ia fusësh vetes? Kur gjysma e doktorëve po thonë është e dëmshme. Kanë qenë faktor promovues që kanë shtuar fenomenin, se ky fenomen nuk është shtuar, jo më kohë të shtuar dhe është amplifikuar, që mbas 2009-s kur mediat sociale lulëzuan. Dhe duke qenë se lulëzuan, përhapën informacione, informuese, dizinformuese, se këtu është problemi këtë dizinformimi, se këtë ishte ke informimi, se do ishim gjithë të informuar me lajme nga specialistë. Po këtë po thotë Ornella. Problemi doli që influencerë... Ka që përdorin Mounjaro, çfarë ndodh me zorrët? Çfarë ndodh me zorrët? Promovojnë forma... Bëhen aktive zorrët? Po janë fusin gjumit edhe bëhen super dembele. Çfarë ndodh me zorrët? Ngadalsohet tretja. Ngadalsohet procesi tretjes. Domethënë ne ja fusim vetes. Ka doktori dhe jo ta marrim stomaku zbraz më nga dalë ushqimin, edhe zakonisht mërqia bën që mos të depozitoj shumë glukozë. Që depozitoj Pra e ne na glukozës duket sikur dobësohemi dhe jemi kështu të shëndetshëm, ndërkohë që shëndeti jonë është nëse nuk mbahet e shëndetshme dhe mënyra jetesës, ta persona mund t'i fitojnë përsëri këto kile. Gjithmonë duhet aktiviteti fizik. Prandaj duhet doktori në këtë rast dhe jo ta marrin te farmacia sepse kjo ndodh. Të bësh deficite kalorike. Po gjithë jetën kështu me gjilpër në bark do rrinte? Patjetër që jo. Ja të lutem se po bëjmë kështu mbi vendosje. Nuk është aq e lehtë. Problemi është që është bërë fokus pjesa e mirëmbajtjes së jashtme, ndërkohë që individi do të synojë pa të brendësinë vetë, është ajo brendësia vetë që mban brendësinë e Luciano. Ja, dëgjoni Luciano. Jo, mos ja fusni kot tani, dëgjoni lajme interneti. Erione, disi ka thënë dhe Hipokrati, baba i mjekësisë. Apo jo, Hipokrati ka thënë çdo sëmundje ka genezën fillestare në zorë. Po. Imagjinojeni. Madje zora ka funksione që stimulon dhe insulinën. Këtë e bën nëpërmjet një peptidi që quhet peptidi insulinotropik glukozvartës. I e purdër. Siç kanë bërë unë tek po të shkurtra janë si emra. Po, nuk është insulin. Individi është ndjenjë. Po më thonë, troç, ja, temi do të këtyre që kanë... Ornella, unë po pash një krem karamel, po pash një krem karamel e marrë si sfid. Ta hashë, ta mbaroj. Për baklava nuk jam unë, as për kadaif. Po kremi karamel më sfidon. Po, se është, do me thënë, kush do ta japi urdhrin? Do ta japi urdhrin unë?
Juve të dy harroni faktin kryesor, që jetojmë në epokën ku edhe ushqimi jonë tashmë është plot me hormone dhe është sintetik. Që në fund të ditës, ajo zora e shkreq për të prodhuar të gjithë këto peptidet, shkatërrohet vetëm nga ushqimi. Po s'ka domate më. Shkatërrohet dhe flora vetë zora. Po shkatruar komplet sistemi. Mos i hani tani domatet, hani tani kur fillon mbi prodhimi. Se ku ma jeti sigurisht që domatet që haun në Shqipëri janë të pastra dhe nuk kanë pesticide dhe nuk hahen në 10 orë domate tani të lutem. Po edhe në ver nuk hahen. Po jeton gjë në Bithkuqti. Do i ke bio. Dëmet më të mëdha që shkaktojnë sistemi. Dëmet më të mëdha që i shkaktojnë sistemit të brendshëm. Ja shkakton vetë individi nëpërmjet intervenimeve të këtyre dëshirave për të dobësuar, për të dukur perfekt, për të dukur për mirëmbajtjen e pamësiashme, këto që bëjnë këto interfasting, këto ozempikra apo flasim aq koca që s'po i bien fare. Bëjnë klizma, po bëjnë klizma. Nga ty se pranoj këto fare. Për të dobësuar shprehjen nga brendshja detoksi jashtëm dhe detoksi brendshëm. Pra këto janë ato që prishin ato sistemet natyrale homeostatike që ka individi në mënyrë natyrale, që është një qenie shumë perfekte dhe kur ti ndërhyn, kur ti bën klizma, e që ato peptidet që të... Sigurisht do kesh problematika fizike, pasojat psikologjike, pa diskutueshmërisht obsesionet, fiksimet, anktet, çrregullimet e të ngrënit, dhe problematika jashtëzakonshme të identitetit. Të ngelem që këto obsesionet. Një nga përfitimet kryesore të pjesës të GLP-1-shit është që të heqin komplet obsesionet, duke filluar nga substancat të ndryshme, bigjozi, shopping, apo çdo lloj gjë tjetër. Dhe duhani mund të bëjnë këtë alesh. Ja, shikon. Kështu që këtë përfitimet të tjera. Absolutisht. Nuk mund ta besoj këtë gjë. S'ka problem, mund të sjell statistika që ta shoh. E di pse? S'ka rëndësi fare, absolutisht nuk mund të jetë e vërtet. Pse? Me ta japon argumentin ty, pse? Domethënë pa ju futur fare gjërave profesionaleve që këtu askush nuk do t'i kuptonte, përveç profesionistëve, por po të them, mendimi është abstrakt, zotëri. Varësia, obsesioni është abstrakt. Nuk ka medikament në botë, antipsikotik, antidepresiv. Jo nuk po flasim për depresionin dhe për psikoza. Të cilat mund të shkatrojnë dhe mund të zhdukin obsesionin, fiksimin dhe varësin e cila është e fituar e njësire dhe në kohë, e cila lidhet sërisht me një obsesion apo me një fiksim apo një mendim që është problemi ka rënjë diku tjetër, i cili do kohë të shkojnë deri atje, ta gjejnë, ta rregullojnë, që të mos e kemi. Absolutisht, ta hedh poshtë plotësisht kategorikisht 100%. Ti mund ta hedhësh, mund ta jap me shkalla që të heqë obsesion. Dëshirën e kishim persona me OCD, me obsesion, të cilat janë raste që shkuar në klinikat tona, në psikiatri dhe në klinikat tona, rastet e ankthit me tipologji të OCD-s janë në shtim. Janë në shtim. Pse ndodh kjo? Për fenomenin e jetesës me të cilin jetojnë. Pikërisht nga këto trende që i mësohen shoqërisë, i imponohen shoqërisë, apo në mënyrë të vetëdijshme apo marketingu, janë shumë gjëra që shoqëritë sot, se nuk është vetëm problemi jonë, ky është problem gjithandej. Që promovohet, po, eksakt, imazhi bukurisë, standardet, shumë gjëra, suksesi, shumë gjëra. Çfarë mund t'i themi njerëzve që kanë përdorur buxharun? Ka shtuar problematikat e çfarë do i thuash njerëzve që kanë përdorur buxharun? E kuptova. O terrori, o te ty do vinë. Se s'vinde Luciano. Do t'i thuash tani te kamera këtu personave që kanë përdorur buxharun. Domethënë nga çfarë duhet të kenë kujdes, çfarë problematikash mund të kenë nesër nëse e lën, nëse nuk din të ushqejnë etj. Po, nuk ose duhet t'i buzëqeshin jetës. Duhet të bëjnë përsëri kujdes me gjumin, me ushqyerjen, mos ta abuzojnë me alkoolin, me substanca narkotike. Po ta abuzojnë me alkoolin e narkotikës se s'janë mirë natrut. Po, GLP-ja edhe mund ta bëj këtë gjë. Mos t'i bullizojmë. Bëse kur i themi gjërat nuk i themi troç, kupton ky është problemi. Po s'është mirë valla. Shumë interesante ai postimi tani, po nuk po e thua siç duhet në studio. Drejtuese e kamerës dhe ma thuaj siç e the aty ose edhe më bukur akoma. Po, domethënë duke qenë se mbërja e Mounxharos ose Ozempikut krijon rënje në peshë, që Mounxharo bie, domethënë statistikisht është diku te 20-25%, kurse Ozempiku më pak. Është fetpedi, është dhjami, masta dhjamore, e cila shkrin, ashtu sikurse edhe në fytyrë. Masta dhjamore duke shkrirë merr me vete edhe masën e muskulit, duke bërë zvoglimin e masës dhjamore, ashtu sikurse bën dhe laksisitetin e lëkurës. Dhe ashtu sikurse tha dhe juve, një peshë, një njeri që ka qenë 100 kg dhe është dobësuar në një kohë diku të shkurtër, një vjeçare, 25 kg, me njëherë është i dukshëm në fytyrë. Dhe prandaj vjen të rregullohet.
Kemi zgjidhje. Këto muskull të t'i shkrim, Muxharo... Ja nuk të shkrim muskull, t'i atrofizon. Atrofizon, Thehet më, doktor? Thehen, është një, du të them një bakit, që dhe njerëzit Një antidot tjetër, në? Po, Një ilaç tjetër, që e kthen. pra që dhe njerëzit ta kuptojnë më letë. Më e rëndësishme se sa një aktivitet fizik, pa tjetër që aktiviteti fizik përbën anë alfabetit. Është ilaç që bëj mirë, po. I dyti është gjumi pastaj ushqimi. Po. Zora e trash ka një bakter, zora e trash ka një... Se zora e trash, do me thonë, dhe vazhdo... Seksi nuk hyn te zora e trash. Me sistemin tretë. Sistemin e tretë si është shumë i rëndësishëm. Prandaj dashuria kalon nga stomaku. Rëndësinë e zorës së trash, madje një nga reagimet e ankthit është edhe tru zora e trash, është një apo që kemi me IBS, me diare, me konstipacion, por të mos e zvogëlojmë nivelin e bisedës vetëm ke zora e trash, sepse njeriu është një qenie më e madhe, ka dhe shpirt, ka dhe mendje dhe kërkon, dhe pretendon në jetën e vet që të ndihet mirë, të jetë i lumtur. Të ketë një motiv për jetën, ketë një qëllim për jetën. Pra, a janë njerëz të pashpres ka që kanë përdorur Muxharo? A duhet të ndihen të pashpres? Urdhëro, se më ke përballë. Po. Unë e kam përdorur rreth një vit. Unë ndihem më mirë se kur. Ashtu, ë? Patjetër. Po ti ke pyetur organet e tua si ndihen ato? Po patjetër, se një mjek minimumi 2 herë në vit bën check-up për veten e vet. Okej, e shikon që të rra poshtë teoria? Po, shikohet vita, madje një person që nuk rrëzon dot nga kile, duhet shikohet dhe feritinën. Feritina është depozita e hekurit, kryesisht vajzat. Zinkun, vitamina B12 shumë e rëndësishme. Vitamina D që është shumë e rëndësishme. Vitamina D të gjithë e ka nivelet ullura. Dhe pak më parë që duhet i kthej për çekun e këtyre vitaminave, ti shikon mundësinë për të dobësuar. Domethënë edhe sikur merret vitamina D si suplement përsëri nivelet e saj janë të ullura. Do themi ne që kemi diell. Tani kthejmë pak këtu që nivelin ose sintetizimin e vitaminës D janë përsëri disa receptor që i ka mëlçia dhe zora e hollë. Është e çuditshme, po gjitha rrugët do të çojnë në Romë. Qerzora. Qerzora, po. Ja, Rudina se pranon, po tash. Janë gjithë. Do me thënë që ta themu Luciano kështu. O prit, o Rudina. Unë shikoj ç'është. O Rudina. Në aspekt tjetër. Po ma lër një sekond këtë, pse do të vite ty aspekti tyja. Tani, kur i thua tjetri Zoraxhi, do me thënë ti nuk e ndero vlla. E më thoni mua Zoraxhi vlla, se dua ti jem Zoraxhi. Do me thënë njëri që kujtese për Po të flas kopsa. A, dëgjoj. Jo, mo jo. Më ka flasim. Ajo shpreh. Luciano, a mund të jetë kështu siç e thash unë? Se ti ke thënë në studion tonë, Luciano ka thënë, që fyerja, pra kur ti fyen të tjerët, dëmton organizmin. Po, sepse shkakton kortizol, po. Kortizoli është hormoni që bën të ngrihen nervat, e kupton? E thotë njerëzit, mu ngritën nervat. Yoga. Po që aty meditimi është shumë i rëndësishëm, balancimi trup, shpirt, mendje, siç e tha. Luciano, ke bërë një libër në faqen 33 të librit të tretë. Jo, është libri që kam bërë për pankreasin. Për pankreasin. Po, organi harruar. I harruar, vërtet, është organi që po u smur do ngrihe zërin, ti ngrihe se jo, Ozempiku dhe Muxharo kanë, do të thënë ka dhe kundërindikacion ndaj pankreasit, sidomos pankreasit. Ky nëse shikojmë të komplikat të side effects, edhe një paracetamol ka efektin ansor. Patjetër, mund të bëj deri në ulçën stomak. Të gjitha, domethënë, por zakonisht edhe po të pish një gotë me limon ka efekt. Edhe sikur QI mos shkojnë në pjesën e ezofagut, shkojnë në epiglotis, mos shkryjnë dokollitin, pra çdo gjë ka një efekt ansor. Një efekt ansor. Edhe pankreasi është organ 100 gram, edhe unë e kam përkufizuar si xixëllonja e barkut. Më kujtoj Gilin kjo në 97. Si ishte? Më kujtoj Gilin kur këndonte xixëllonjen. Është si xixëllonje e barkut sepse fatkeqësisht unë edhe dua që t'ju uroj që gjithë shërim njerëz. Po jeni ty doktora tani, në vend ta thoni troçkët punë tani se koca keni titullin pastaj. Ore thuni njerëzve. Rriheqe, çdo monet ka dy anë. S'mund të jetë patjetër Muxharo dhe Ozempiku e vetmja zgjidhje. Jo, nuk është e vetmja zgjidhje, është kulmi. Kur ti arrin, atëre, të më korrigjoj dhe doktori, obeziteti është smundje e shekullit tonë dhe është një smundje... Ti si ishe obez? Si ishe më obez? Mos u merr. Po si ishe pse e bëre? Po fillon këtu problemi pra. Ta mbaroj fjalin apo do zgjemi? Jo, mos e mbaro, ma thuaj. Okej, mbret ta mbaroj. Obeziteti është smundja e shekullit tonë dhe nuk ka një medikament që mund ta rregulloj vetëm me një mënyrë apo një tjetër. Po, duhet e rrugë. Jo, nuk ka. Nuk ka. Ti ke bëjnë dot. Sepse kanë problem hormonale, ata pinujnë dhe shtojnë peshë. Pse? Sepse qelizat e tyre adipositet, qelizat e dhjamit fillojnë dhe bëjnë, inflamohen edhe gjë. Po ti pa më shef sot mua. Ja, po të kap. Është edhe një trend i ri që dhe kolegu duhet ati berberina.
Qashë? Berberina, sot Berberina po bëhet... Po bëhet nami me është ma, si kur bën çudi, do me thënë, po nuk është ashtu. Do me thënë, e ti qa bën Berberina? Tani, i po Zempiku nga ka dalë Berberina. Të vërtet, që nga askush nuk e thotë, se gjithë bëjnë marketing në përjetet sociale. Po të lutem. Cili është efekti Berberinës? Berberina ka efekte pozitive në rregullimin e gjakut, do me thënë rregullimin e sheqerit në gjak. Kozgjatja GLP-s që prodhohet nga zorët, nga sistemi tretës, është 2 deri në 3 minuta. Berberina qa bën? Bën që kozgjatja një enzime që copton GLP-shin që e dipeptidil peptidaza 4, DRP4. Dhe qa bën Berberina? Këtë enzim, pra kozgjatin e kësaj enzime, e bën që të shkurtoj, që GLP-ja të veproj më shumë. E kuptoni? Po. Jo, e kuptoj. Unë e kuptoj, do me thënë GLP-ja i fut një BRB-s dhe pasaj po të ndash në dysh FCP-n dhe jep një SSR. Pra Berberina... Jo me e di që e ban, po të gjithë e mbajnë me në ato se gjithë doktorët i di. Çudibërëse dhe nuk është suplement çudibërës. Pra një person që e tham pak parë. Është hype i rrjeteve socialeve që dalin doktor, që po del çdo lloj influencer aty dhe bën rolin e doktorit. Unë do bëjmë influencer. Nutricionist e gjëra me radhë. Jo, ti do bësh se ka thënë dhe ministra e Arsimit, bëni influencera. Doktorat do bën influencer, po. Ti ngrihet zërin se s'do dëgjosh në klasa fundit. Po, shiko pak. Siç e tham edhe pak Berberinën. Besohet që unë madje edhe rrjetin sim social Instagramin e kam në mënyrë private, nuk e hap që tjerët i shikojnë gjithë videot, sepse nuk dua që të bëhem, domethënë lafazan që dalë në çdo video dhe ti jam unë aty. Pra, ata njerëzit që mua ndjekin, janë që dua të... Ti s'do ta bësh berberan me i fjalë. Po nuk dua që të bëhem papagallte tek telefoni tjetrit. Ato gjëra që ti them të pakta, por të kenë një ndikim, edhe tjetri kur ti dëgjoj ti kuptoj. Ja, këtu gaboni. Se ndërkohë që të gjithë ignoranca fryn atje, nuk lë gjë pa thënë, ju heshtni, e kupton? Ju heshtni. Dhe ç'a dëgjojnë njerëzit, ignorancën do dëgjojnë. Dhe tek ajo do shkojnë. Edhe fëmijët tanë që rrinë gjithë ditën duke bërë scroll. Është tashmangshme fenomeni. Si? Është tashmangshme fenomeni. Në një vend që elita hesht, ignoranca bisundon e dashur. Është një problem që mundson në mediat sociale mund të komunikojnë të gjithë personat specialistë dhe jo specialistë. Dhe jo më kot nga këto problematika, vende si Kinë apo dhe të tjera sanksionuan ligje ku influencer mund të jenë persona që kanë një specialitet të caktuar. Në Kinë nuk i lejohet fare, vendosën pikërisht lejohet fare, ja kanë hequr ata janë përballur para nesh fenomene të dezinformimit ku njerëzit kanë marrë veten qafë, siç gratë tona që kanë marrë veten qafë duke për këto prizma që unë thash, duke parë nga një mama që ka lindur një fëmijë një vit, ka qa bën dhe bën influencere në Instagram. Dhe thot, po unë bëra këtë klizmën dhe jashtë 30 kile. Dhe që do të bëj Luciano tani? Tjetër e bën, dëmton tani apo krijon dëme të paripurshme në fizikun e saj. Pra, duke qenë se ata janë përballur me problematika serioze, fizike, të cilat kanë ardhur nga influencer të cilët nuk kanë qenë specialistë. Eksakt. O Rudina, po thuaj e troqme në zemra. Kjo pjesë mund të rregullohet me pjesën e ligjeve në qoftë se sanksionon ligje edhe këne, po, dhe që t'jenë funksionale edhe këne, ku influencerin për çështje të caktuara ta bëjnë specialistët e fushave të caktuara. Që do të për sa i përket psikologjisë. Në këto momente problematikave psikologjike. Mund të flasi, nuk mund të flasi një personazh. Po shkojmë burg një nga këto influencerët, që thotë bëni këtë bëni atë, po. Se lejuat nga tema, kthehemi çik te. Jo, ka të drejtë ajo. S'mund t'japi mendje kur ti e njeh shumë mirë fushën një influencer që s'ja nje fare, dhe ti thot bëje këtë, se duhet bërë kjo gjëja. E do të shkojmë burg, sepse bën informacion të rem, dhe kjo është Kazani, zotë Rama. Një sekund. Ti kur del në rrugë, futesh te Kazani plërave të asha atje çat djesh? Jo, atëre ky është qëllimi i çdo njeriu. Ti çdo gjë që del përpara nuk mund, Po kjo kërkon një vetë. Do të jesh selektiv. Po jo, më tani të lutem, hajde thuaj një fëmijë 15 vjeç tani, hajde thuaj një fëmijë 15 vjeç tani, bëj dallimin ti. Ai do t'i haj të gjithë ato që shikon tani. Ai shikon një person të bukur dhe thotë, "Okej, mendoj që bëhet i besueshëm e percepton pra Luciano, ja ta them unë. Në qoftë se një burr unë mendoj që i thot një gruaje, sa e bukur që je dhe nuk i thot që është i martuar,
Për shfaq kësaj gocës, që se pyeti. Po patjetër. E kupton? Ky ushqim do, peshkaqoni. Tani ti thua peshkaqoni pse? Se më hangë. Avash. 15 vjeç duhet jetë fare te ai rrjeti social. Po, aty janë pra gjithë. Po Aty s'duhet duhet të jetë, po ka një problem shumë të madh që në këto momente ekziston dhe ChatGPT-ja. Që ka çdo informacion të mundshëm dhe të vjen pacienti dhe thot, më tha ChatGPT-ja që duhet të bëj këtë gjë dhe ti thua, shko vazhdo me ChatGPT-n. Po, doktori... Unë jam lodh, se gjithë janë bërë mjek. Po, pra, ju po heshni. Qa kanë bërë... Ju po heshni, ju po shqipit Terezin tuj. Po të dalim neve, do na hanë me dhëmë pastaj. Kush do t'jajmë me dhëmë? Influencerat. Influencerat, do me thënë, ne po shajmë influencerat dhe kemi frikë nga influencer. Kush ka frikë nga influencerat? Mas e përballë në studio. Shteti rëndësishëm. Po atëre? Unë si shikoj këta. Po falë, sa e keni postimin ju? Luciano përgjigje. Jo, Luciano thuhet, tani se ky është momenti. Postimin. Është momenti që ta thuash. Tu nuk kam as TikTok, nuk e di se çfarë është çando Tinder ose gjëra të tilla që ti jam. Me aty kanë tjetër pjesa. Nuk e di se çfarë janë. Po do ta mësojmë vetë. TikTok nuk e di se çfarë është. Domethënë nuk kam pasur kur TikTok. Asun se di po e kam një ide. Po ti se ta bllokoi Rama para një viti ty prandaj. Edhe të ta bëj influencer ose ta bëj atë video që të jetë për gjithë njerëzit. Pse sot nuk bëhen ose video ose çfarë të them intervista që tjetri ti promovohet natyra ose ti promovohet ndjenja domethënë të qetësisë në natyrë. Sepse doktori jetojmë në një epokë ku Ja këtu, shko si buzjesh, shko erdhi buzjeshja, shko. Sepse ti nuk je... E pra, po sepse sepse algoritmi jot nuk ndiqet nga masa. Masa do ignorancë. Prit. Se mirë që s'ndiqet, ja bëj halal. Po kur fillojnë japin mend Luciano, sa është e bukur. O Luciano, tregojnë çik kur të vinë të mallkojnë, të shajnë edhe... po ka, Që bugura, tregojnë që ka të. Që dorë nga mikrofoni. Harrova fare. Pra, se kisha kollën. Do ketë, po gjithsesi ne gjithi presim me për ulje, me respekt, ati që na thot këto fjalë ne përsëri themi faleminderit. Po pse, doktor? Po, kështu jemi. Në Shqipëri 95% të mjekëve kanë sindrom Kaq të ngulet kjo Gjilpëra? Kaq të ngulet kjo? O, doktor. Doktorori këtu them. Kaq të ngulet kjo Gjilpëra? Aq, nuk kemi fare. Edhe ku e çon këtu, ku e gradon? Ka gradimin e vet ajo. Ka gradimin e vet, ë? Edhe sa kile humb sipas gradimit? Ti do të humbësh kila apo të rregullosh organizmin e metabolizmit që ka pjetë, ka në gjumë? Kjo ka një mekanizëm që quhet biçiklet ose këmbë. Unë se përdor gjallë në botnjër, po. Do ne të them diçka nga libri. Është pjesë e bukur që dua që ta dëgjoj. Pjesën e trupit, shpirtit, mendjes. Po. Atëherë. Vetëm mos e biti gjatë, Jo, është e shkurtër. Dilni në mëngjes dhe dëgjoni tingujt. Një ansambël muzikor i zogjve këndon sipër degëve të arta të pemëve, shpërpuritjet e puplave të zogjve gjatë dëborës, zhurma e shiut, tundja e degëve të pemëve, ora e mbrëmjes 20. Këto i ofrojnë trupit një relaksim të thellë, ulin tensionin arterial dhe rigjenerojnë serotoninën në tru. Por sot ka ndjenja plastike, trupa plastik, kuti plastike, mendime të njëjta. Ku do ngjyra gri? Përse? Shtëpi tona e vetëm si kuti shkrepse, ushqime pa shije, shikime të njëjta, meloditë e telefonave janë të njëjtë. Ne duhet i rikujtojmë vetes se duhet ngelemi akoma njerëz. Duhet jemi akoma në sinkron me tingujt e natyrës, me cilësirimat e zogjve dhe me rëndësishmja me trupin ton. Mesazhi. Mesazhi shumë i bukur, po unë do t'i prapë në shat i bie. Qofse unë do ta kisha këtë mundësi. Po ti e ke shtëpinë vetë kuq, pse ngoj? Aja po shpejtime shkoj. Megjithatë unë shoh që jemi në mesazh. Brezi i ri, megjithatë unë shoh që Brezi i ri është i drejtuar shumë brezat më të rinj, se brezat që janë drejtuar, Brezi që është i drejtuar Ozempikut, janë drejtuar palestrave, aktivitetit fizik. Dhe kjo është një fenomen i vërtetë. Një sekond, ku ishe kur të moran telefon? Palestër. Ishte në palestër. Dhe janë, do me thënë, janë larguar pjeve alkolike dhe narkotike dhe janë mendojnë më shumë për shëndetin, për më afatgjat. Jo vetëm. Qa më the për palestrën? Kush e kishte bekuar? Tregojë çikat. Palestrën kush e kishte bekuar? Ka bekuar palestrën? Palestrën kush e kishte bekuar? Prifti, Hoxha, kush? Zoti më zoti. E diskutuam. Ka bekuar zoti, sepse është e vërtet edhe nga ana psikologjike, ti ke të bësh me njerëz që shikojnë, nuk e asnjë lloj interesi përveç se asaj që të shikojnë për trupin. Po në obsesion pas e palestra, do të fryesh. Jo. Po le, ai është obsesion i bukur. Më mirë të fryesh ashtu se... Po, edhe po shqipja një TikToker që kishte postuar, ndërkohë që vlerat, më fal, vlerat e testosteronit janë maksimumi deri në 12-15 diçka, dhe ai ishte 25 dhe krenoheshe që nëpërmjet steroideve kishte arritur vlerat e testosteronit 25 vjeç, me këto lloj nivelesh.
Ndërkohë që para infarktit janë gati. Shikoni tu të them diçka. Çfarë si ka? Oraret e palestrës, pra palestra është shumë e shëndetshme dhe patjetër duhet bashkangjitur me gjumin dhe ushqimin e shëndetshëm. Por, ka orare cilat orari palestrës nuk këshillohet, do me dhe në orën 12 të natës, 1 të natës, ti punon gjatë gjithë ditës, mes natës, ti fut një dozë kreatine, shumë mirë, ullet kortizoli. Te këtë rinë shihet një problematik, tek ata cilët dhe abuzojnë me substanca, steroide, kreatin dozë të lartë. Kreatina për të marrë do dhe një stil jetese deri diku të shëndetshëm. Duhet që të konsumon shumë ujë, duhet parë një rajoveshka. A ke ndonjë kista, nuk ke ndonjë kist, duhet bërë një analizë, bëj një konsult me mjekun, bëj një analizë për të parë këtë veshkë. Po jo se, e di kush problemi themelor në Shqipëri? Vetëm suplement kreatina për të bërë muskë. Është kjo që di unë një gjë shumë të mirë. Jo, fjalia kryesore është që shkatërron njerëzit një tjetër. Dhe kështu duhet ndryrën e Rudinës, fjalia është kjo. Kam përdorur një ilaç shumë të mirë. Mere. Po jemi mjekë në të gjithë. Kjo është fjalia më magjike në Shqipëri, është një ilaç shumë i mirë. Më bëri punë mua. Po përderisa jo ka rëndësimin në produkte që shesin normale që do t'i japin. Më bëri punë, Rudina. Këto janë mëndësira, pra temi është e vërtet që prej më shumë se gati 2 dekadash, po krijohet një lloj mëndësie, një lloj kulture, e cila po është përfshirë edhe vendyrën dhe jemi përfshirë dhe ne, dhe popullata jonë dhe shoqëria jonë. Të një fokus drejt imazhit, të këtyre zgjidhjeve të shpejta, magjike dhe për të eksploruar, eksperimentuar gjitha këto gjëra të reja. Por nuk kemi nevojë për alternativa për të dobësuar dhe për të dukur bukur. Qenia njerëzore ka nevojë për të ndjerë mirë, për të kërkuar, për të kërkuar metoda për të ndjerë mirë. Kjo është fokusi, kjo është fokusi. Kjo do mi bëj prapë. Mos bëj asnjë të rishë hase e mirë. Ne luftojmë për t'i hequr ato kile, dhe pastaj i heqim kilet, varemi dhe shkojmë ke doktori plastik për të mbushur, unë këtë diskordancë nuk e kuptoj fare. Çfarë të mbushësh? Fare se kuptoj unë. Do të thënë edhe bie, edhe do të mbushesh. Se ishte një vajzë që më tha, dëgjoj, unë do bie, tha me muzharën, tha. Dhe do shkoj pastaj, do t'i bëj vap një të ngritur gjoksit. Edhe do më thënë, ku di unë që kuptimi ka jo, të ngritur e kishte, sepse do e ngrinte prapu, nuk e di do më thënë. Jemi në demokracisë, do të shikoj në aqelli, jo në toka. Pasën nuar të drejtat të... I kemi të mirat. Mesazhi kemi kërkuar nga të ftuarit, t'i japin një mesazh ekstra, ose për temën, ose jashtë temës, si të duhet. Kur abuzon me lënë steroide, zemra ka një muskull aty që quhet miokard, është muskulli kryesor i zemrës. Dhe nëse pra mund të merren shumë steroide, ose lënë që për muskuj, ç'a bën? Ekziston një dëmtim në zemër që quhet hipertrofia kardiake. Pra ky muskuli i zemrës nëse bëmet, nuk kthehet dot më pas. Kështu quhet hipertrofia kardiake. Në zonat të tjera ka efektin e kundërt, nuk ka hipertrofi. Okej, jemi në mesazh. Rudina, mesazhin tënd. Okej, unë në këto ditë, në këto, dhe më thënë jemi të rëndytur të gjithë, dhe unë nuk mund të rria pa, me që më dha mundësia, për të dhënë mesazhin për të gjithë ata që bëjnë për mediat sociale mesazhe pro politikave amerikane, pro shumë gjërave. Mua më kanë shqetësuar shumë gjithë të ngjarjet e luftrave që janë hapur, edhe të deklaratave të liderit amerikan. Dhe dua të jap një mesazh për ata teksa ne komentojmë dhe japim ato mesazhet tona për të paktën për të dënuar nga pikpamja shoqërore, masakra civile, apo dhe kur tentohet të bëhen... Ishte mesazh, nuk ishte y. Po, do doja që para se të bëjnë akuza, apo të themi mbështesin politikën amerikane, nuk jam kundra, të themi të mendojmë pak më thellë dhe të ndërgjegjësohen se luftrat nuk sjellin asnjëherë gjëra të mira dhe të jenë projektës. Po, faleminderit. Unë jam tek familja, gjithçka fillon aty, dhe gjithçka zhvillohet aty. Shëndeti psikologjik, shëndeti në përgjithësi, kështu që duhet jemi shumë afër duke kujdesur që nga vetja jonë tek familja, tek për më të mirat, për gjërat e shëndetshme. Po. Me një fjalë të vetme. Duhet ngelemi akoma njerëz. Po. Në thënë një 2 fjalë tjera disa një. Hajde, vëri vullën. Hajde. Atëherë, me qenë se unë do të rinë që këtë tema e pjesës medikamenteve, kini kujdes çfarë merrni, si e merrni. Këshilloni me një mjek specialist dhe kryesisht nëse janë produkte të reja që janë në treg, siç ka hyrë tashmë Ozempiku zyrtarisht edhe në Shqipëri. Me kë u këshillove, më qafsh. Me kë këshillova? Me veten. Me endokrinologin tim. Okej.
Kam edhe një gjë të shkurtër. Po? Antibiotikët nuk janë karamele. Po, mos i merrni. Kjo është ky slogan. Po, kam unë një... Edhe berberina së shkaramele. Edhe berberena. Edhe berberania, kujdes në berberania. Do ju qetin dhe do ju ruajnë, s'do kuptoni fare. Tani, unë kam një mesazh që është shumë i rëndësishëm se bazohet në të gjitha mesazhet e kolegëve. Po ta vëshre me vëmendje të gjithë fan, flini gjumë mirë. Pra, investoni tek gjumi. Dhe që ti investosh te gjumi, zgjidhja me për gjumin këtij se zë gjumi. Po një sekond pra se e kam gjetë ilaçin. E kam gjetë. Po mos ma ndërprisni reklamën o vlla. E kam gjetë ilaçin. Ilaçi quhet Dorela. Është një ilaçi më i mirë, më i thjesht, më praktik, me gjysmë çmimi, me gjysmë do të vjen direkt aty ku e do ti dhe bën gjumirat. Dhe po bëre gjumirat, fillon edhe bëhesh më i bukur në trup edhe në mendje edhe në shpirt dhe në të gjitha. S'ke nevojë për ilaç. S'ke nevojë të jesh i bukur. Mirë, kjo ishte Bardazia për sonte, bashkë miru takofshim të premten e ardhshme. Deri atëherë, natë e mirë dhe faleminderit që qëndruat me ne sot.